Shkues të nderuar, jemi në komunën e Ranilugut, në njëra nga qendrat e votimit në këtë komunë, ku gjatë ditës së sotme pra zhvilluar edhe një intervistim. Policia e Kosovës në koordinim me Prokurorinë Themelore të Gjilanit kanë intervistuar kryetaren e forumit të gruas së listës serbe dhe kryetaren aktuale të komunës së Ranilugut, Tanja Antić, në lidhje me dyshime dhe informacionet paraprake që policia kishte marrë se Tanja Antić po shfrytëzonte në fakt pozitën e saj për të bindur qytetarët të cilët nuk dinin se këtë votonin në mënyrë që të njëjtit pra të votojnë pjesëtar të listës serbe. Aktualisht jam në njërë nga qendrat e votimit në Ranilug, këtu ku po zhvillohet procesi i votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës, ndërsa nga ana komisionarëve me të cilët kemi biseduar kanë thënë që informacione të tilla gjatë ditës së sotme nuk ka pasur brenda kësaj qendre, ndërsa në anën tjetër policia pra ka njoftuar se Tanja Antić është intervistuar e më pas është liruar në procedurë të rregullt, ndërsa ndaj është hapur edhe një rast i cili do të vazhdon të për cënim të shëtësisë së votimit. Policia ka njoftuar se ka pranuar informacione se antarja e kryesisë së forumit të gruas nga partia Lista Serbe Tanja Antić pra dyshohet që përmes antarëve të komisionit komunal zgjedhor të kësaj partie në komunën e Ranilugut ka ushtruar ndikim tek votuesit e papërcaktuar ose votuesit e subjekteve të tjera. Në bazë të njoftimit të policisë, pra dyshohet si janë kërcënuar disa persona për ndërprerje të benefiteve të cilat qytetarët i përfitojnë nga shteti i Serbisë në rast të mosveprimit apo mosvotimit sipas udhëzimeve apo sipas asaj të cilën pra informacionet flasin për kryetaren e komunës së Ranilugut Tanja Antić. Pra këto janë të gjitha informacionet të cilat i kemi nga ana e komunës së Ranilugut, pra ora është gati 17 dhe procesi i votimit po vazhdon ende në këtë komunë. Në orën 19 pritën edhe që të bëhet mbyllja zyrtare të qendrave të votimit dhe vendvotimeve për zgjedhjet të cilat janë duke u zhvilluar gjatë ditës së sotme për Kuvendin e Kosovës, ndërsa ekipe të shumta të kallëzopikojnë, pra janë të pozicionuar në komuna të ndryshme dhe po sjell detaje për incidentet apo edhe për çështje të tjera që kanë ndodhur përgjatë këtij procesi zgjedhor i cili po zhvillohet për të katërtën herë radhazi pra në Kosovë. Pra kemi pas edhe zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës, por kemi pas edhe zgjedhjet lokale.